تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Vazhdojmë me lutje gjithë përfshirëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e marrim sot lutjen që ka transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, i cili thotë: "Kana min du'a'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam", një prej lutjeve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte: "Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik." Që do thot: o Allah, unë strehohem të ti nga largimi i dhuntis sate dhe nga ndryshimi i mbrojtjes sate dhe nga befasia e ndëshkimit tënd dhe nga i gjithë hidhrim ose zemrimi yt, nga i gjithë zemrimi yt. Kjo dua e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një prej duave, do të thonë, të kërkimit të strehimit. Dhe ato janë të shumta: isti'adha, e përmendëm disa herë, kërkimi i strehimit te Allahu subhanahu wa ta'ala, janë të shumta në sunet, edhe ka disa prej dietarëve që kanë shkruar libra të veçantë, do të thonë që i përmbledhin isti'adhat ose i'adhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon mbrojtje dhe kërkon strehim tek Allahu nga largimi i dhuntis. Kurse largimi i dhuntis ndodh kur robi nuk e falenderon dhuntin dhe nuk e përdor atë dhunti për atë që e meriton. Do të thonë aty ku është që e kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thonë nuk është mirënjohës ndaj Allahut dhe nuk e përdor atë dhunti për ta falendëruar Allahun ose për ta arritur kënaqësinë e Allahut. Do të thonë është për shembull koprac edhe nuk i kryen ato që i ka obligim e kështu me radhë, do të thonë nuk e ka kryer falënderimin e dhuntis. Gjithashtu kërkon mbrojtje nga largimi, pra strehohet tek Allahu nga largimi i mbrojtjes së Allahut, el-afia. Edhe nëse i largohet apo i ndryshon dhe me mbrojtja shndrohet me lënje, do të thonë braktisje, atëherë njeriu shkatrohet dhe i vijnë të gjitha shkatrimet, do të thonë në dunja dhe në ahiret. Gjithashtu është kërkimi i mbrojtjes nga befasia e ndëshkimit të Allahut, sepse kur vjen ndëshkimi i Allahut, robi nuk ka mundësi me diçka ta ndalë, edhe nuk ka mundësi të gjejë një krijesë që do të jetë mburoj për ta prej ndëshkimit të Allahut. Dhe kur vjen ndëshkimi i Allahut, vjen befas, sepse njeriu vazhdon në gjunahe, në mohim, në arrogancë, thellohet, edhe harron mbikëqyrjen e Allahut, dhe kur i vjen ndëshkimi atëherë befasohet, edhe thot nga më erdhi kjo. Si ka thënë Allahu kur t'ju sprov, thoni anna hadha, do të thonë prej nga erdhi kjo. Edhe thot Allahu, thuaj, kjo është prej asaj që keni fituar ju me duart tuaja. Irhamkallah. Edhe gjithashtu thot min jami'i sakhatik, do të thonë kërkoj strehim nga i gjithë zemrimi yt. Se nëse Allahu është i zemruar ndaj robit, atëherë robi është i shkatruar dhe i humbur. Dhe edhe nëse është në një çështje më të voglën, edhe nëse është në një zemrim më i vogël, do të thonë ky është shkatrim për robin. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min jami'i sakhatik, do të thonë kërkoj mbrojtje nga i gjithë zemrimi yt, do të thonë nga çdo lloj i zemrimit, i vogël ose i madh, për cilën do prej veprave të mia. Do të thonë gjitha këto janë kërkimi ndihmës dhe kërkimi mbrojtjes tek Allahu për veprat sakta. Edhe mbrojtje, do të thonë, prej veprave të këqija të njerëzit, sepse largimi i dhuntis ndodh kur dhuntia nuk falenderohet.
dhe dhuntit e Allahut janë të shumta. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Do thotë nëse mundoheni ti numroni dhuntit e Allahut, nuk mund ta përfundoni numrimin e tyre. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Do të thonë çdo të mirë që e keni është prej Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu largimi i mbrojtjes ose afies, do thotë kemi përmendur në raste të shumta, por e përsërisim se fjala afie do thotë mbrojtje prej të këqijave dhe shpëtim gjithashtu prej të këqijave. Që njëkohësisht mund të përkthehet mbrojtje dhe shpëtim. Do thonë kërkojmë prej çdo të keqe ose çdo goditje në dunja ose në ahiret. Do thonë afia është mbrojtja e gjithëpërfshirëse. Do thotë për dunja dhe ahiret, edhe shpëtimi prej çdo dëmtimi. Edhe nëse goditet njeriu, gjithashtu afia është do të që të shpëtoj sa më lehtë prej pasojave të asaj sprove. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë xhaxhait të tij, Abbasit radhiyallahu anhu, kur ka thënë më mëso diçka, ndonjë lutje, ka thënë is'alillah al-afia. Do të thënë kërkoj Allahut afia. Edhe ka thonë, pastaj, pas një kohë, ka ardhur prapë, ka thonë, më mëso një lutje tjetër, ka thonë, ja Abbas, ja amma Rasulillah, ka thonë, Abbas, o xhaxhai të dërguarit Allahut, kërkoj Allahut afia. Do të thonë, se nëse t'jepet kjo, t'jepet e gjithë mirësia, e gjithë e mira, do të thonë. Kërkimi i mbrojtjes nga largimi i dhuntisë, gjithashtu është kërkim i mundësisë për ta falendëruar Allahun. Se ka thënë Allahu, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Do të thonë, Zoti juaj ju ka lajmëruar që nëse falenderoni, do t'ju ashtoj të mirat. Do të thonë atëherë e mira mbetet dhe shtohet. Edhe siç kanë thënë, falënderimi e përforcon dhuntin dhe i sjell, do të thonë e përforcon dhuntin që është dhe i sjell dhuntit që nuk janë. Do të thonë i shton të mirat. Kurse mohimi ose përbuzja e të mirës, edhe mosmirnjohja, do thotë i pengon dhuntit tjera dhe i largon ato që janë. Për këtë shkak ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa man yubaddil ni'mat Allahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha shadidul iqab. Do të thonë ai që i zëvendëson mirësitë e Allahut, do të thonë me mosmirnjohje, Allahu jep të mira kurse ai i përbuz dhe bën mëkate me ato të mira, atëherë e ka zëvendësuar, do të thonë e ka sjell në vend dhuntis, e ka sjellur dënimin e Allahut, atëherë le ta di se Allahu e ka ndëshkimin e fuqishëm. Po ashtu ka thënë, alam tara ila alladhina baddalu ni'mat Allahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Do të thënë, ai ke parë ata të cilët i zëvendësuan dhuntit, do të thënë me mos mirënjohje, i përdorën në mëkate dhe e sollën popullin e tyre në vendin e shkatrimit ose në vendin e dënimit në xhehenem, në të cilin do të hidhen dhe ai është vendi më i keq. Kjo dhuntia pra ik me mosmirnjohje. Edhe Allahu nuk ja largon një të mirë dikujt përderisa ai është falënderues dhe mirënjohës ndaj Allahut. Se ka thënë Allahu, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Do të thënë, Allahu nuk ja ndryshon të mirat një populli, nuk ja ndryshon gjendjen e mirë dhe dhuntit që ja ka dhënë, nuk ja heq, përderisa ata nuk e ndryshojnë veten. Do të kur ata kanë qenë besimtar, të nënshtruar, të përulur dhe të devotshëm ndaj Allahut, e kanë pasur atë mirë. Kur e kanë ndryshuar këtë gjendje, atëherë u largohet e mira dhe u vjen dënimi. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Do të thotë kur Allahu do t'i dërgojë një të keqe një populli, atëherë nuk ka askush që e largon ata. Nuk ka krijesë që mund dale dhe ta pengojë atë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Dhe nuk kanë mbrojtës përveç
Allahut subhanahu wa ta'ala, ose nuk kanë mbrojtës kundër tij subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak, do të thënë kur e bën këtë dua, njeriu duhet ta ketë parasysh që t'i lutet Allahut edhe ta kërkoj me zemër, ta kërkoj mundësinë për falënderim. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ka përmendur, do të thënë kjo dua është një pjesë e duas së Sulejmanit alayhis salam, dhe gjithashtu e ka përmendur Allahu si dua që duhet ta bëjë njeriu, sidomos kur mbush 40 vjet. Do thënë kur ta arrijë pjekurinë dhe mbush 40 vjet, duhet ta përsërisë shumë këtë dua, që thot: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya. O Zoti im, më jep mundësi dhe fuqi që t'i falenderoj dhuntitë tua, të cilat mi ke dhuruar mua dhe prindërve të mi, wa an a'mala salihan tardah, edhe më mundëso që të bëj vepra të mira me të cilat ti je i kënaqur, wa aslih li fi dhurriyyati, dhe mi përmirëso pasardhësit e mi, inni tubtu ilejke, unë pendohem të ti, wa ana min al muslimin, dhe unë jam prej muslimanve ose prej të nënshtruarve. Dhe kjo mirënjohja dhe pasja parasysh e dhuntive të Allahut, do të thënë është që sjell dobi të shumta për njeriu. Prej atyre dobive, kur njeriu i mendon dhuntitë e Allahut, edhe është mirënjohës për atë që ja ka dhënë Allahu, atëherë e veçon Allahun me adhurim. Do të thënë nëse është mirënjohës edhe e di se të mirat që i kanë ardhur janë prej Allahut, atëherë me çfarë logjike ka mundësi të drejtohet tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala që të kërkojë diçka. Do thotë më shumë e përforcon tauhidin. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. Do thotë, o ju që keni besuar, kujtoni dhuntitë e Allahut ndaj jush. Do thënë, kujtojeni gjitha mirësitë e Allahut që janë të panumërta, që s'mund t'i numëroni. Thot: hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas samai wal ard. A ka krijues tjetër përveç Allahut që ju furnizon nga qielli ose nga toka? Do thot, kur ti kujtoni dhuntitë e Allahut, përforcohet tauhid ar-rububiyya. Dhe kur përforcohet tauhid rububiyya, atëherë patjetër njeriu do ta pastrojë tauhidul uluhiyya. Pastaj thot: la ilaha illa hu. Do thot, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç tij. Do të thonë: ja ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samai wal ardi la ilaha illa hu fa anna tufakun. Do thotë, o njerëz, se thash ju që keni besuar, o njerëz, kujtoni dhuntitë e Allahut ndaj jush, a ka krijues tjetër që ju furnizon përveç Allahut, që ju furnizon nga qielli dhe nga toka, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç tij. Atëherë si largoheni? Do të thënë, si shkoni të adhuroni tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, nëse njeriu i kujton dhuntitë e Allahut, atëherë kjo i ndihmon që të jetë më i nënshtruar ndaj Allahut, edhe i përulur dhe i dorëzuar ndaj Allahut. Ka thënë Allahu: "Kadhalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun." Do thotë, kështu Allahu ju aplotson dhuntitë që ju të nënshtroheni dhe t'i dorëzoheni madhrisë së tij subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, përmendja dhe kujtimi i dhuntive të Allahut është ndihmë për robin që t'i falenderoj këto dhunti, edhe t'jetë mirënjohës ndaj dhuruesit Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë, kur e di që këto të mira janë prej Allahut, atëherë edhe kujton këta, atëherë kjo i ndihmon që të jetë falënderues. Do të thonë, vazhdimisht ta ketë parasysh se këto të mira ja ka dhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëherë shtohet falënderimi. Ka thënë Allahu: "Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin, walakin yuridu li yutahhirakum." Do të thënë, Allahu nuk do që t'ju sjell ngushtica në fe, por do që t'ju pastroj, wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun, dhe që t'i plotësoj dhuntitë e tij ndaj jush, që ju të falenderoni. Do të thënë, kjo është kur njeriu i njeh dhuntitë e Allahut. Gjithashtu, kujtimi i dhuntive të Allahut e largon vetpëlqimin dhe mendjemadhsinë dhe arrogancën.
Dhe për këtë shkak, do thot njeriu që e di se të mirat që i ka, nëse Allahu i ka dhënë bukuri, ose mençuri, ose zë të bukur, ose aftësi për të punuar dhe për të fituar, e kështu me radhë, do të thonë, e di se këto janë dhurata nga Allahu. Atëherë nuk ka pse të ketë mendjemadhësi në vetvete, edhe të ketë vetpëlqim të vetvetes. Siç ka ndodhur ai që përmendet në surën Kahf, një njeri që ka qenë i mahnitur dhe me vetpëlqim për kopshtin të cilin e ka kultivuar, kurse shoku i tij, që ka qenë besimtar, i ka thënë: "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah." Do të thonë, kur hyre në kopshtin tënd, sikur të kishe thënë, çka ka dashur Allahu, nuk ka fuqi dhe nuk ka lëvizje përveç se me ndihmën e Allahut. Do të thonë, ky është dhikr për zënjen e mendjemadhësisë dhe vetpëlqimit. Pra fjala masha Allah nuk është kur shehet diçka të mirë për mos me marrë mësysh, por është nëse të vjen shejtani dhe të fut vetpëlqim në zemër, atëherë duhet thuash se çdo të mirë që e kam është si ka dashur Allahu. Ma sha Allahu, ma sha Allah. Do të thonë atë që ka dashur Allahu, la quwwata illa billah. Nuk ka fuqi përveç se me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj do thotë robi duhet vazhdimisht ti përkujtoj, ti ketë ndërmend dhuntitë e Allahut subhanahu wa taala dhe të jetë falënderues dhe mirënjohës ndaj tyre, dhe me këtë dua gjithashtu e kërkon ndihmën e Allahut dhe kërkon mbrojtje nga e kundërta. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. O Allah, kërkoj mbrojtje te ti nga largimi i dhuntive tua. Do të thonë, duke shkaktuar unë me mos falënderim. Wa tahawuli afiyatik, dhe nga largimi ose ndryshimi i mbrojtjes tënde. Wa fujaati niqmatik, edhe nga befasia e ndëshkimit tënd. Wa min jami'i sakhatik, dhe nga gjithë zemrimi yt. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japë sukses për atë që e do ai dhe që është i kënaqur me të, dhe të na ndihmojë për çdo të mirë, të na përmirësojë gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.